Mbrëmja e 22 marsit 2013. Ishte një natë e ftohtë, por brenda mureve të burgut të Trikallës në Greqi, atmosfera ishte e nxehtë, e mbushur me një elektricitet të heshtur. Një prej burgjeve më të sigurta në Greqi, një fortesë ndërtuar për të mbajtur kriminalët më të rrezikshëm të Ballkanit, ishte në prag të shpërthimit. Nuk ishte një kryengritje pa plan, por një operacion i planifikuar me saktësi ushtarake, orkestruar nga mendjet kriminale më të rrezikshme shqiptare. Për gati 3 orë, 11 të burgosur pothuajse të gjithë shtetas shqiptar do të ndiznin një betejë të vërtetë me rojet e burgut. Ky nuk është vetëm një tregi marratisjeje, është historia e lirisë së përkohshme e Admir Muratajt dhe ndjekjes më të gjate e më intensive që njohu Ballkani. Sot do të zbulojmë çdo detaj të planit, si u futën eksplozivët dhe armët e zjarrit, kush e ndërpreu rrymen elektrike dhe si u shfrytëzua kjo arratisje epike. Qëndroni me ne, sepse kjo është dosja e fshehtë e Trikalla. Burgu i Trikallës, një strukturë masive, e izoluar, e mbrojtur nga mure të larta betoni, tela me gjemba dhe kulla vrojtimi të pajisura me rojet armatosura rënd. Brenda këtij ferri të sigurisë së lartë, ishin mbyllur 11 shqiptar. Ata nuk ishin thjesht kriminal ordiner, ata ishin të dënuar me burgime të gjata, disa edhe me burgim të përjetshëm, për një sër krimesh që varionin nga vrasja, tek grabitja armatosur, tek krimi organizuar ndërkombëtar. Midis tyre, spikaste figura Admir Muratajt, tashmë i njohur në Greqi si mjeshtri i grabitjeve. Për këta burra, burgu nuk ishte fundi, por një pengesë e përkohshme. Dënimet e tyre të rënda, pa shpresë për falje, i bën ata të gatshëm të rrezikonin gjithçka, përfshirë dhe jetën, për të shijuar qoftë edhe një ditë liri. Kjo vendosmëri e ftohtë dhe vullneti i tyre për të mos u dorëzuar, ishin dinamiti i vërtet që du të shpërthente Trikallën. Plani i filloi të thuarej muaj më parë. Njeriu kyç, Admir Murataj, dinte se thjesht të merrje peng një roje nuk do të funksiononte. Duhej një sulm masiv, i koordinuar me njerëz të jashtëm, të cilët ishin të gatshëm të rrezikonin jetën për t'i dhënë fund këtij makthi. Detaji më shokues dhe më i rëndësishëm i planit ishte futja e armëve të rënda brenda burgut. Por si ndodhi kjo? Raportet sugjeruan se grupi shfrytëzoi punimet e ndërtimit që po kryheshin në burg. Armët, duke përfshirë pistoleta, automatik Kalashnikov dhe një sasi të konsiderueshme eksplozivi, u fshehën brenda materialeve të ndërtimit dhe u futën fshehurazi brenda mureve të sigurisë. Kjo ishte prova e vërtetë e korrupsionit të mundshëm dhe e sofistikimit të grupit. Ora shënon 21:00. Kaosi fillon. Arratisja nuk ishte një gërvishtje në mur, por një shpërthim i koordinuar. Një shpërthim i fuqishëm, i telekomanduar nga brenda, shkatërroi një pjesë të murit perimetral të burgut. Në të njëjtën kohë, drita e burgut u ndërpre, duke e zhytur të gjithë burgun në errësirë totale. Kjo i dha arratisësve avantazhin vendimtar. 8 burra u vërsulën drejt vrimës së murit, të armatosur dhe të maskuar. Rojet e burgut u ndodhen në një breshëri zjarri. Arratisësit gjuajtën pa pushim drejt kullave të vrojtimit, duke e bërë të pamundur kundër përgjigjen e rojeve. Gjatë këtij shkëmbimit e egër zjarri, një roje mbeti e plagosur rënd. Për më tepër,
grupi Admir Muratajt përdori eksploziv të tjerë si granata, duke shkaktuar panik të madh dhe duke bllokuar qasjen e forcave shtesë policore. Pamjet e asaj nate, dëshmitë e gardianëve, treguan një skenë që i ngjante një betejë të vërtetë, më shumë se thjesht një arratisje burgu. 8 të dënuarit dolën nga vrima e murit dhe u bashkuan me ndihmësit e tyre të jashtëm, të cilët i prisnin me makina. Ata u zhdukën në errësirën e Greqisë qendrore. Autoritetet greke u vunë menjëherë në alarm, duke filluar një gjueti masive njeriu, më të madhen e viteve të fundit. Mediat botërore shkruanin për arratisjen e madhe greke dhe bandat kriminale shqiptare. Brenda ditëve, fal postobllogqeve dhe informacionit të marrë, disa nga arratisësit u kapën. Ata u gjetën të fshehur në pyje apo në shtëpi të braktisura, por disa emra mbetën në arrati, duke u udhëhequr nga Admir Murataj dhe shoku i tij Ilir Kupi. Ata u shndërruan në fantazma, duke lëvizur nga një vend në tjetrin, duke ndryshuar vazhdimisht strehën dhe duke kryer grabitje për të siguruar paratë e arratisë. Por ishte pikërisht Admir Murataj, i cili i dha kësaj arratisjeje një dimension krejt tjetër. Arratisja e Trikallës i dha atij një mit, duke e bërë më të lehtë rekrutimin e bashkëpunëtorëve dhe planifikimin e grabitjeve të nivelit tjetër. Pasi u kthye në Shqipëri, ai operoi si një fantazme e pagjetshme. I njohur tashmë për guximin dhe planifikimin e tij të ftohtë, Murataj organizoi grabitje spektakolare të blindave, duke vjedhur miliona euro. Ai shpëtoi nga disa rrethime policore dhe bëri që emri i tij të shfaqej në listat e Interpolit. Arratisja nga Trikalla nuk i dha vetëm lirim fizike, ajo i dha dhe reputacionin kriminal që i duhej për të kryer grabitin e tij më të madhe. Kulmi i karrierës së tij të arratisur ishte grabitja e vitit 2019 në Rinas. Një grabitje e guximshme, brenda perimetrit të sigurisë së aeroportit. Kjo vepër tregoi se sa i patrembur dhe i organizuar ishte Murataj pas arratisjes nga Greqia, por pikërisht kjo grabitje shënoi fundin e tij. Fundi i Admir Muratajt erdhi siç jetoi, me armë në dorë, pas një shkëmbimi zjarri me policinë shqiptare në një fshat pranë Rinasit. Një fund i dhimbshëm, por i parashikueshëm, i cili pasqyroi jetën e tij plot rreziqe dhe arrati. Për shkak të arratisjes së Trikallës, ai kaloi pjesën tjetër të jetës si një arratisur i kërkuar, gjithmonë në kërkim. Arratisja e Trikallës nuk kishte vetëm një thyerje e sigurisë, e cila i kushtoi Greqisë miliona në humbja dhe rinovime. Ajo ishte një ngjarje që krijoi një mit të vështirë për të zhdukur, një tregim se sa të fuqishëm dhe të organizuar mund të bëhen disa nga kriminalët kur nuk kanë asgjë për të humbur. Për shumë njerëz, kjo arratisje mbetet një nga historitë më dramatike, më të frikshme dhe më filmike të kronikës së zezë në Ballkan.